Ndërsa sa përket qeverisë tranzicionale, unë mendoj që Kosova ka nevojë për qeveri stabile. Jam ndoshta prej të parëve që e kam preferuar një koalicion të shumicës shqiptare, normal duke respektu edhe pjesën e përgjegjësive ose detyrimeve kushtetuese që nënkupton që të ketë edhe përfaqësues të komuniteteve shumicën e qeveri. Po në rast se ka refuzim nga të gjithë, atëherë rrugëzgjedhja e vetme që mundet me qenë është një marrëveshje politike për konstituim të kuvendit edhe caktimin e afateve kohore, mandej në koordinim edhe me presidentin se kur mundet me mbajtë zgjedhje të reja. Hiç nuk është problemi emri i kryeparlamentarës. Tjeni të sigurt se kushdo prej nesh që do të ishte kandidati i parë e që do të hidhej në seancë nuk do t'i merrte vota. Do të thotë është vetëm alibi për me vazhdu blokadën. Po emra do të thotë ajo tani logjika për çaje s'u ndo, po nuk mundet me funksionua ajo. E drejta që i takon atij që është fituesi, është e drejta e atij tjetër që marrë me përzgjedh brenda nesh se kush duhet me qenë kryetari i kuvendit. Faleminderit shumë, ditë mbarë.